Pas procesit të rikonstruksionit mjediseve të brendshme ka filluar veprimtaria e qendrës ditore për moshat e treta të qytetit të Fierit. Në aktivitetin përurues të riçeljes së veprimtarisë kanë marrë pjesë drejtues së pushtetit vendor, krerë të Federatës Kombëtare të Bilardos, të cilët në kuadër të bashkëpunimit me Bashkinë e Fierit kanë investuar për përmirësimin e kushteve të mjediseve shlose dhe argëtuese për moshat e treta, pensionistë të tjerë. Në fjalën e tij të hapjes nën kryetari i Bashkisë Flamur Mato u shpreh se në kuadër të zbatimit të programit të pushtetit vendor për të investuar në funksion të përmirësimit të kushteve për moshat e treta, u ndërmor nisma e bashkëpunimit për kryerjen e investimeve në mjediset e qendrës ditore, e cila është pronë e njësisë vendore. Ky ambient këtu, i cili pati si mision të parë mundësi për të argëtuar mosha e tretë, tani në sajt të bashkëpunimit që kishim me Federatën e Bilardos, u shndërrua për mirë dhe ka funksionin jo vetëm rekreativ dhe shlodhës, por edhe atë kompetitiv. Pra, këtu mund të serviten dhe të performojnë edhe sportistët e federuar. Është një vlerë më tepër pasi pensionistët ose mosha e tretë mund të argëtojnë duke luajtur në ambientet e tyre me lojrat që janë më të përshtatshme për ta, por njëkohësisht mund të argëtojnë dhe duke bërë tifozlik. Para që kosa nuk do të luajnë vetë në bërsallat e Bilardos. Kryetari i shoqatës së pensionistëve të Fierit, Ramiz Basha, pasi vlerësoi angazhimin e bashkisë për përmirësimin e kushteve të mjediseve të qendrës ditore, kërkoi vazhdimsinë e punës së pushtetit lokal për plotësimin e kërkesave të paraqitura për përmirësimin e infrastrukturës së sipërfaqeve shlose dhe argëtuese për moshat e treta në qytetin e Fierit. Falenderojmë stafin e bashkisë, por kemi edhe një sjarim tjetër që së shpejti ne inaugurojmë edhe lulishte kryesore që kumblidhe minete Shadëllani. Urojmë që bashkia gjithmonë neve të na respektoj për vlerat që kanë moshat e treta, për kontributin që kemi dhe neve 40 vjet në punë dhe ja, këto janë vlerat tona që vlerësohen nga bashkia. Presidenti i Federatës së Bilardos Edmond Loku dhe trajneri i ekipit Apollonis Lazan Nacho e konsideruan të suksesshëm bashkëpunimin me njësinë vendore për kryerjen e investimeve në qendrën ditore të moshave të treta, mjediset e cilës do të përdoren edhe për aktivitetet kombëtare të kampionatit Bilardos. Sipas tyre, investimi është kryer nga kontributi financiar i të ardhurave individuale. Ky është një hap shumë i rrallë në Shqipëri. Tu do ketë të gjithë kjo moshë e tretë do ketë dispozicion çdo gjë. Çdo argëtim do jetë këtu. Edhe një herë unë përfitoj nga rasti që pra bashkëpunim ne ta hapim në gjithë Shqipërinë. Kjo qendër do qëndroj gjallë, që kjo qendër do vi dhe duke u përmirësuar. Për shembull thash, nuk isha mundësi të vija me aspirimin në shparocitur dhe me ditë është për të bërë. Plus gjërat e tjera që mund të jenë. Ju urojmë sukses. Si? Ju urojmë sukses. Faleminderit. Faleminderit dhe juve që më morët në